Familjarë, bashkëftëtarë dhe qytetarë të shumtë sot në kompleksin memorial në Glogjan ndëruan veprën dhe luftën e dëshmorit Agim Selmanaj në 26 vjetorin e rënies së tij. Ramush Haradinaj, komandanti i zonës operative të Dugaxhinit të ushtrisë vlerimtare të Kosovës, tha se Agim Selmanaj me familjarët e tij ishin në shërbim të UÇK-s që nga fillimi i luftës. Lavdi! Është nderë të bashkohemi në kujtim bashkëluftarit ton të orëve e ditëve të para të ushtrisë vlerimtare të Kosovës, Agim Selmanaj. Agimi i UÇK-s, agimi i ri, agimi jon në atë kohë, ka qenë i pari e me të partë në përballje me forcat serbe, me regjimin e Miloševićit, ka qenë i pari në vijat e luftës në të gjitha vend luftimet e ushtrisë vlerimtare të Kosovës. E bujar Haradinaj, bashkëluftar dhe mik i dëshmorit, tha se Agim Selmanaj mori pjesë pothuajse në të gjitha betejat që zhvilloi kundër forcave serbe ushtria shqiptare e Kosovës në Dugaxhin. Gjitha betejat në zonën operative të Dugaxhinit, Agim Selmanaj ka qenë një ndër djemt e parë. Do të thonë që ka marrë pjesë në ato beteja në zonën operative të Dugaxhinit, to nis prej Ratishit, Jabllanicës, Cermjanit, Hereqit, Dojakës, Carabregut. Më thonë s'po imi i përmend gjitha betejat, se për Agimin duhet me fol Koxhagat. Dëshmori Agim Selmanaj ishte ndër të parët që u bashkua UÇK-s, qysh në orët e para të kërkesës për liri të vendit. Edhe pse i plagosur disa herë, asnjëherë nuk u largua nga luftimet derisa ra heroikisht në fshatin Ratisht të Deçanit me 1 maj 1999.